Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë edicionin e lajmeve me një lajm të trishtuar. Sot u nda nga jeta zonja e madhe e Lushnjës dhe Shqipërisë. Ikona e kinematografisë Margarita Xhepa, dia ajo festoi 91 vjetorin e lindjes. Ikona e kinematografisë shqiptare Margarita Xhepa është ndarë nga jeta në moshën 91 vjeçare. Dia aktoria festoi ditëlindjen. Margarita Xhepa u lind më 2 prill të vitit 1934 në qytetin e Lushnjës, prej ku nisi dhe hapat e para drejt karrierës së saj. Nderi kombit është titulli me të cilën është vlerësuar aktoria e madhe, që është dhe nderi i qytetit tonë. Një nga zonjat e mëdha të teatrit dhe filmit shqiptar që ka skalitur memorien e publikut shqiptar me role brillante që prej fillimit të saj. Numëron 182 role, mes të cilave 32 në kinematografi dhe 150 në skenën e teatrit. Nga viti 1950 u aktivizua në teatrin popullor, sot teatri kombëtar, dhe njëkohësisht studioi në Liceun Artistik Dega e Dramës. Ka krijuar mbi 150 role në teatr, midis të cilëve mund të përmendim Majlindën tek filmi Majlinda, Dafina tek Lumi i vdekur, Filja tek Cuca e maleve, Zonja Mom tek Kush e solli dorën tinën, Nëna tek Përballë vetes. Ka qenë njësoj e suksesshme edhe në rolet e dramaturgjisë botërore si Ofelia tek Hamleti, Vajza e dytë tek Mbreti i Lirë, Dado tek Romeo e Julieta, Mbretëresha Margaret te Ricardi III të Shakespeare-it. Mes roleve të tjera nga dramaturgjia botërore përmendim edhe Dadon tek Elektra e Sofokliut, në ndrejtimin e regjizorit grek Dimitri Mavricis në teatrin kombëtar të Greqisë në Athinë. Veç roleve në teatr ka realizuar edhe 32 role në kinematografi. Vitet e para, Gjurmët, Dimri i fundit, Tokë e përgjakur, Një djalë dhe një vajzë, Apasionata, General Gramafoni rreth i kujtesës, Vitet e pritjes, Dora e ngrohtë, Gurët e shtëpisime, Pranvera s'erdhi vetëm, Koncert në vitin 1936 e Diela e fundit, I dashur armik. Në vitin 1997 interpretoi në filmin grek Mirupafshim. Filmi u laureua me çmimin e madh në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit Mesdhetar në Selanik, ndërsa Margarita Xhepa me çmimin e nderit. Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka njoftuar se homazhet në nder të ikonës së kinematografisë dhe teatrit shqiptar Margarita Xhepa do të mbahen nesër më datë 4 prill në orën 10 deri në orën 1 në hollin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Rikthehen virozat duke përfshirë dhe Covid tek fëmijët me ardhjen e pranverës. Mjekja pediatre Rigerta Dako tregoi që kjo periudhë ka qenë ngarkuar me 30-35 vizita në ditë. Ardhja e pranverës shoqërohet edhe me rikthimin e virozave, duke përfshirë edhe Covid tek fëmijët. Mjekja pediatre Rigerta Dako tregoi që periudha 4 mujore që nga dhjetori ka qenë ngarkuar me 30-35 vizita në ditë në poliklinik, kurse në mars 15-25 vizita në ditë. Kjo është një periudhë rreth 4 mujore që nga muaji dhjetor që ne kemi patur fillimin e virozave dhe deri tani në vazhdimsi. Kemi patur muaj me ulje ngritje, pra dhjetor janar shkurti ishin muaj me fluks 30 deri në 35 vizita në ditë këtu në poliklinik dhe periudha pas marsit e deri më tani neve arrim 15, 20, maksimum 25 vizita në ditë në varësi edhe të ditëve, ditët e hëna, ditët e shtuna, kemi një fluks më të shtuar të fëmijëve. Virozat kryesisht janë me rikthime, pra fëmijët marrin virozat në ambientet kolektive, zgjasin me shenja 5-6 ditore, me rruf, me temperaturë, me koll, me sekrecione, dhimbje fyti, dhimbje veshi, që janë shtuar në fakt rastet me dhimbje veshi, me temperaturë, me diarre, me të vjella, me marrje mënç, vinë, vizitohen, marrin mjekimin e duhur, rrinë 2-3 ditë mirë në shtëpi dhe pastaj vinë përsëri me të njëjtat shenja. Pra është një periudhë goxha e zgjatur që ne jemi në ndikimin e virozave dhe nuk është në fakt se ka qenë në vitet e shkuara kjo situatë. Doja të shtoja që përveç virozave mund kemi patur edhe raste me Covid, mund të qenë sporadike, por që besoj kanë qenë prezente edhe për shkak të simptomave që fëmijët kanë patur. Mjekja Dako foli edhe për alergjit në periudhën e pranverës që prekin fëmijët. Periudha e prillit, ndoshta edhe ndryshimi i temperaturave, ngrohja e kohës, fillimi i çeljes së luleve na kanë shtuar edhe rastet e fëmijëve me fenomene alergjike, të cilat paraqiten me fenomene alergjike në sy, pra kanë skleposje të syve, kanë kruarje të syve, djegje të syve,
me rinitin alergjik, pra me hundët e bllokuara, me kruarin e hundës, me teshtima, gjithashtu dhe me fenomene në lëkurë, me të skuqura në lëkurë, me kruarje, pra gjitha këto shenjat që dhe nënat tashmë i dinë, sepse janë pjesë janë sezonale dhe zakonisht në pranverë dhe në vjesht janë prezente. Mjekja këshilloi nënat që të kujdesen për fëmijët, sidomos në rastet e temperaturave. Nëse fëmijët kanë temperaturë të lartë, ata duhet të paraqiten në urgjencë. Këshillat që do jepja për nënat është që në rastet e virozave dhe prezencës së temperaturës ose shenjave të tjera, t'i mbajnë në shtëpi për një periudhë 2-3 ditore dhe më pas të paraqiten tek mjeku i familjes, por në rast se do kenë shenja të shprehura, pra një temperaturë 40 që në ditën e parë, të paraqiten në spital ose te mjeku përkatës. Veshja, duke qenë se kemi një luhatje të temperaturave, të vishen sipas momentit. Pra, në mëngjes dhe në darkë të vishen pak më trash dhe në drekë që fëmijët mos të djersiten, të jenë pak më të çlirët. Gjithashtu doja të thoja që një pikë e rëndësishme është dhe hidratimi, të pinë ujë, të pinë lëngje që të jenë sa më të hidratuar dhe të lahen duart e këto këshilla që nënat i dinë, besoj, larja e duarve dhe ushqyerja e shëndetshme. Vrasja e 22 vjeçares Ilaria Sula në Itali nga ishi dashuri i saj ka tronditur banorët në zonën Qerm e Sipërme, të cilët me zëmërim kërkojnë ndëshkimin e autorit. Vrasja e 22 vjeçares Ilaria Sula në Itali nga ishi dashuri i saj Filipinas, Mark Samson, ka shokuar mbar banorët në zonën Qerm e Sipërme, ku prindrit e saj kanë jetuar, të cilët e kanë marrë vesh lajmin e kopshëm nëpërmjet mediave dhe rrjeteve sociale. Të afërmit e familjes Sula, përfshi dhe gjyshin e të ndjerës, kanë udhëtuar drejt Italisë për të bashkuar me pjesën tjetër të familjes që punojnë dhe jetojnë atje. Banorët të zëmëruar shprehen se për vrasësin duhet dënimi kapital. Vrasje do dënimit më të merituar. Të vrasje godi 22 vjeqe, nuk e do për shemë ndaje. Kjo minimi im. Ne s'keqem. Pse të mosh jetën, 22 vjeqe. Ne imi shëkuar, mu nuk e di sakë, imi shëkuar 22 vjeqe, ta vrasje, ta fut në qantë, në valiqe dhe kështë hedhë në pyje dhe. Të varet. Jo vetëm ai, po jenë po gjithë. Jenë po gjithë. Kur të vejmë në të vërfë, që të bëjmë në dhe të shkre, kimi metë, kimi fitë kur betë. Nuk e dim, ai të varet. Ska pun tjetër, mo të varet. Ta gjinja jo, shtedje ka gjithë. Të varet midis Milana ose në Romë. Të varet të shofi popli. Ne muam nga televizori edhe nga Facebooku, nga telefoni. Gjera rëndë të varat shletin për qa? Për dashurie, për gjera. Vrau duhet vra, ta vraq. Jo ta losh gjallë. Të vraq një foshnjë ose një vajzë shumë të rej. Një aksident ndodhi në mesditë në lagjen Karbunar. Benci përplasi 2 mjetet të parkuara anës rrugës. Plagoset një e moshuar që udhëtonte në benc, por është i jashtë rrezikut për jetën. Një aksident ka ndodhur këtë mesditë në rrugën e vjetër kombëtare Lushnje Berat, e cila përshkon mes përmes lagjen Karbunar. Një mjet tip benc me targa AB 415 EU ka përplasur 2 mjetet të parkuara anës rrugës. Përpasoj ka patur dëme në të 2 mjetet që ishin parkuar. Nga përplasja e fortë, një e moshuar që udhëtonte në benc ka pësuar lëndime dhe është dërguar me urgjencë në spitalin e Lushnjës. E moshuara ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe është nën kujdesin e mjekëve. Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe ka ndaluar drejtuesin e mjetit që shkaktoi aksidentin, 36 vjeçaren Marius Hekali. Fatmirësisht, në 2 mjetet e përplasjes dhe në zonën teje të populluar nuk ka patur dëme në kalimtar. Policia po dokumenton ngjarjen për të përcaktuar rrethanat dhe sipas të dhënave paraprake, dyshohet se shkaki i aksidentit është bërë humbja e kontrollit nga ana e drejtuesit të mjetit. Procedohet penalisht një 36 vjeçar nga Divjaka se postoi në rrjetet sociale fotografi të një 17 vjeçareje me mbishkrime fyese. Gjithashtu procedohen dhe 5 shtetas për vepra të ndryshme penale.
Policia ka ndaluar shtetasin KK 35 vjeç banues në Divjak, pasi poston në rrjetet sociale fotografi të një 17 vjeçareje me mbishkrime fyese. Gjithashtu nis procedimi penal për shtetasin AK 57 vjeç banues në Lushnjë, pasi dyshohet se për motive të dobta ka shtyr fizikisht një 82 vjeçar, i cili është rrëzuar dhe dëmtuar lehtë. Kurse specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin LK 47 vjeç banues në Fier, pasi u kap duke drejtuar automjeti në gjendje të dehur. Ata referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për një 14 vjeçar, pasi u kap duke drejtuar një motomjet. Procedim penal nis edhe për shtetasit DT, 57 vjeç banues në Fier, pasi ka kallëzuar një 56 vjeçar, se shtetasi DT, duke shpërdoruar detyrën si administratori njësisë administrative Frakull, i ka dhënë leje një shtetasi për rikonstruksionin e një objekti që është pronë shtetërore. Vijojnë verifikimet rreth këtij kallëzimi. Procedim penal ka nisur edhe për RL, 31 vjeç, banues në Fier, pasi dyshohet se ka marrë në kundërshtim me ligjin xhiron ditore të postës private në të cilën ishte i punësuar. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën tarifa reciproke për produktet që vijnë nga vende të ndryshme. Shqipëria dhe Kosova me 10%, Serbia 37%, Bosnia 35% dhe Maqedonia e Veriut me 33%. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i vendosin tarif 10% produkteve që vijnë nga Shqipëria. Në listën e gjatë me më shumë se 60 vende, të cilat do të tarifohen nga administrata e Donald Trump, është edhe Tirana zyrtare. Siç duket nga tabela që është bërë publike nga gazetarët që kanë ndjekur nga afër konferencën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shqipëria do të ketë tarifën 10%, po aq sa tarifohen edhe produktet amerikane që vinë në vendin tonë. Tarifa prej 10% do të aplikohet mbi të gjitha eksportet e Shqipërisë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për produkte si tekstilet, veshjet dhe produktet bujësore. Tarifat e tjera për vendet e rajonit janë Shqipëria 10%, Turqia 37%, Bosnia 35%, Maqedonia e Veriut 33%, Kosova 10%, Malizi 10%, kurse Serbia 37%. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashk mirupafshim.